Por të dy ëngjëjt arritën në mbrëmje në Sodom, ndërsa Loti ishte ulur te porta e Sodomës, sa I pa ai u ngrit me këmbë për t'u dalë përpara dhe ushtri me fytyrën në tokë. Dhe tha: "Zotërinjtë e mi, ju lutem, hyni në shtëpinë e shërbëtorit tuaj, kaloni aty natën dhe lani këmbët, pastaj nesër në mëngjes mund të çojeni shpejt dhe të vazhdoni udhën tuaj." Ata u përgjigjen: "Jo, do ta kalojmë natën në sheshin." Por ai nguli këmbë aq shumë sa që ata erdhën tek ai dhe hynë në shtëpinë e tij. Ai u përgatiti një banket dhe poqi bukë pa tharm dhe ata hëngrën. Por para se të shkonin në shtrat, njerëzit e qytetit, njerëzit e Sodomës, rrethuan shtëpinë, ishin të ri e pleq, tër popullsia e mbledhur nga çdo anë. Thirrën Lotin dhe I thanë: "Ku janë njerëzit që erdhën te ti sonte? Na I nxirr jashtë që të mund t'i njohim." Loti doli drejt atyre para portës së shtëpisë, e mbylli portën pas tij dhe tha: "O vëllezër të mi, mos u sillni kaq keq. Dëgjoni, unë kam dy vajza që nuk kanë njohur burr, prandaj më lini që t'i nxjerr jashtë dhe bëni ç'të doni me to. Por mos u bëni asgjë këtyre burrave, sepse janë në mbrojtjen e shtëpisë time." Por ata I thanë: "Shko tutje." Pastaj vazhduan: "Ky erdhi këtu si I huaj dhe dëshiron të bëhet gjykatës. Tani do të sillemi më keq me ty se sa me ata." Dhe duke e shtyr Lotin me dhunë, u afruan për të shpërthyer derën. Por ata njerëz zgjatën duart e tyre dhe e tërhoqën Lotin brenda shtëpisë bashkë me ta dhe mbyllën derën. Goditën verbërisht njerëzit që ishin te dera e shtëpisë, nga më I vogli deri te më I madhi, kështu që u lodhen në orvajtjen për ta gjetur derën.